Domatet e mia u sulmuan nga merimanga e kuqe, shenjat, dëmtimi dhe trajtimi. Sot dua t'ju tregoj një problem që mund t'i prek shumë shpejt domatet tona gjatë verës. Merimanga e kuqe. Shikoni me kujdes këto pamje të bimëve të mia. Në fillim problemi mund të mos duket shumë i madh, por nëse nuk e vërejmë në kohë, bima fillon të dobësohet. Shenja e parë që duhet të na tërheqë vëmendjen janë gjethet. Ato fillojnë të humbasin ngjyrën e gjelbër, shfaqen ndryshime në sipërfaqen e tyre dhe bima e humbet fuqinë. Por nëse nuk e vërejmë në kohë, bima vazhdon të dobësohet. Kur dëmtimi vazhdon, gjethet mund të thahen gradualisht dhe bima nuk zhvillohet më si më parë. Rritja e re mund të ngadalësohet dhe domatja fillon të vuajë. Në disa raste, kur bima është e stresuar dhe dëmtimi ka përparuar, edhe kërcelli mund të duket i dobësuar dhe të marrë një ngjyrë kafe në të errët. Merimanga e kuqe është një dëmtues i vogël, prandaj shpesh nuk vihet re menjëherë. Ajo qëndron kryesisht në pjesën e poshtme të gjetheve, ndaj ky është vendi ku duhet të kontrollojmë me kujdes. Shumë ndjekës më pyesin sepse gjethet e domateve janë të rrudhura. Nuk është vetëm mungesa e ujit që gjethet e domateve rrudhen, por janë edhe dëmtues të tjerë të cilët fshihen poshtë gjethes. Prandaj, puna e parë që duhet të bëni kur hyni te domatet është të kontrolloni pjesën e poshtme të gjethes me kujdes. Merimanga e kuqe duket si pikë e kuqe ose e verdhë poshtë gjethes, por është shumë e vogël. Në ditët e nxehta dhe të thata, ajo mund të përhapet më shpejt, prandaj kontrolli i vazhdueshëm i bimëve është shumë i rëndësishëm. Unë në baxhen time i kontrolloj domatet rregullisht sepse sa më herët të zbulohet problemi, aq më e lehtë është të ndërhyjmë. Pasi vura re shenjat e para, bëra trajtimin kundër merimangës së kuqe, me një preparat të cilin mund ta gjeni në farmacitë bujqësore. Është shumë e rëndësishme që trajtimi të bëhet sipas udhëzimeve të produktit që përdorim dhe të respektohen intervalet e nevojshme. Pas trajtimit, vazhdova t'i vëzhgoj bimët. Një shenjë e mirë është kur majat e reja fillojnë të dalin të gjelbra dhe bima fillon të marrë përsëri forcë. Por, kujdesi nuk mbaron vetëm me një trajtim. Duhet të vazhdojmë kontrollin sepse në kopsht gjithmonë duhet të jemi të vëmendshëm ndaj ndryshimeve që na tregojnë bimët. Domatet janë bimë që na shpërblejnë shumë, por kërkojnë dashuri dhe kujdes. Nëse keni domate në baxhen tuaj, shikoni gjethet me kujdes dhe mos i lini pas dore shenjat e para. Për luftimin e merimangës së kuqe ka disa mënyra trajtimi, por zgjedhja varet nga shkalla e dëmtimit. Në fillim, kur problemi është i lehtë, mund të ndihmojë pastrimi i gjetheve me ujë, sidomos në pjesën e poshtme ku ky dëmtues fshihet më shpesh. Disa kopshtarë përdorin edhe preparate me bazë vajrash natyral, si vaji i nim ose produkte të tjera të përshtatshme për dëmtuesit e bimëve. Kur sulmi është më i përhapur, përdoren produkte specifike kundër merimangës së kuqe, të quajtura akaricide. Është shumë e rëndësishme të ndiqen gjithmonë udhëzimet në etiketë dhe të respektohet koha e përdorimit. Pas çdo trajtimi, bimët duhen kontrolluar përsëri pas disa ditësh, sepse vezët dhe fazat e ndryshme të këtij dëmtuesi mund të kërkojnë vazhdim të kujdesit. Më e rëndësishmja është të mos presim derisa bima të dobësohet shumë. Kontrolli i rregullt i gjetheve na ndihmon ta zbulojmë problemin herët dhe t'i shpëtojmë domatet tona. Nëse ju pëlqeu kjo video, mund të bëni like, ta ruani dhe ta ndani me miqt. Nëse domatet tuaja kanë këto probleme, më shkruani në komente.
Faleminderit që më ndiqni. Mos harroni të shtypni butonin zile për të mos humbur videot e radhës.